Qysh ke mundur 3-4 herë ja harrove ditëlindjen mamit. A qatë shumë shlyhet rruni atë Aty e brenda? harron ditëlindjen tonë, Sara. Do më thonë harron gjithë Ato ka idhu mami? Jo. Jo. Veç njëherë këmë bo 53 vjeqare, njëherë këmë bo 58. Sa është realisht? Nuk e di. Mos. Jo, është 53. 53. S'kësja këmë gabu shumë. Nuk e ke plak shumë. 5 vjeç. Shëqër që s'ke tha për mu 50, Jo, se s'kisha folë ma. A për me Aty është... ndodh një diçka një shumë e blok? çuditshme, Okej. se du me sharu vetën edhe në diçka tjetër. Mos ma Bojaxhiun djek, e di. pyetjen. Hajde, okej, po pesi. Ja, bënë e kështë të pyta. Aty thjesht nuk e nje botën jashtë. Harron kuzhinë. Mësosh me jetu në qato mure, edhe tash në moment me të pyet ty kush është që kjo, ka dalë, se unë jam të bo një debat pa lidhje jashtë, adin jam të folë për pse u derdh keqapi, adin jam të folë për nonsense, edhe të vjen një pyetje, ti do më thonë për Iliadën edhe Odisejn, këmë thonë Shakespeare. O, zot. Do më thonë nuk është që ja këmë huqën e pak, unë ja këmë huqë shumë në për gjonat e mija, po... Ose në Terezën, që ti sa herë ke diskutu në për emisione, për statuset tua. Gonxha. Une, qëre, e këmë ditë, po aty hinë në pasigurit e tua, edhe tham, më mirë s'pe tham, se s'pe bona horë. Mja thonë një emër tjetër. Për mu më mirë është me thonë kaloje, nuk do ata them, se mja thonë një emër tjetër. Edhe ashtu këm vepru, kërkej ndjes, qa me bo, ajo është sfida ku edhe të tjertë mujnë menaxhiku ndryshe, por që unë mendoj që ajo bëhet për shkak se na tregon më tepër efektin e izolimit. Është shumë e çuditshme, për shembull Selina ka thonë 15 vjet i ka shekulli, qiftit i hidhen banane për prosperitet. Do më thonë, përgjigjet janë shumë absurde, sa që për ty ndoshta mrena tingëllojnë shumë të sakta, se është efekti i tillë. Une e kisha përjetu edhe 100 herë Bigën, kisha shku edhe 100 herë Big Brother, sepse atë shumë është format, është platformë mirë, e të jetuarit brenda. Nuk e di, ka njerëz që e thonë të kundërtën, por për mua ka me mbet një nostalgji shumë e fuqishme gjatë jetës time. Edhe me këto gabimet e veta. Po, krejt. Edhe që se ke ditë në Terezën. More asë nënës të vjatë që ja këmë ditë, e për nën Terezën nuk ka problem, sepse ka emisione që e këmë trajtu në Terezën, edhe mujnë mi gjetë në YouTube që e këmë ditë. është moment, po e shpjegove shumë mirë, sepse normalisht gjdo, adin prejnë ose familjar për të vetin gjithmoni kanë ato, se jo se e den, edhe unë e gjesha vetën të nesërmen, të ju argumentu njerëzve që po bërë që dritë e den. Do më thonë, Gimbo e ka gabu pavarësin e Kosovë, jo që nuk e ka ditë. O ka një afert nëse s'ka bëj, se kom harru që ka thonë, e ka thonë... Një det ja ka huq. Një vetë po mdoket ja ka huq. S'ja me sigurt, s'pe Po, ama nuk është që nuk e ka ditë, sepse na, për shembull, kur ishte festa e pavarësisë, a kupton, na i kena festu, i kena ditë gjanat, edhe gjithsesi janë momente shumë të bukura që kanë me na mbetë në kujtime, edhe po qeshim. A e ke këshirë qatë video komplet? Jo, ala se kom këshirë. Shumë pak video kom këshirë kështu në YouTube, ose Prime, nëse heq, sepse nuk më ka zgju shumë interes. E ke ditë sa që ke bo edhe... Ndoshta pse e kemi jetu, edhe nuk është... Se për shembull, kur ti mrena e menon shumë që të pjesë, kena mi këshyrë, kur dalim, kena mi këshyrë që të... S'ki interesim.